Allah shërbet është për gjëratër, e hanë disa pyetje. Pyetja parë thotë: Assalamu alaikum, a lejohet që një motrë muslimane të hapë liqerë dhe saj për fëmijë sipas rregullave islame, edhe pse lehet edhe pagesën e merr prej shtetit, duke bërë kontratë me ta, ndërsa shteti nuk ndërhyn në mënyrën se si kujdeset për fëmijë. A lejohet, a konsiderohet kjo si punë për shtetin dhe a lejohet një gjë e tillë? Allahu ju shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të gjitha punët e shtetit të kufrit, ose të gjitha punët në shtetin e kufrit, të cilat nuk bin kundërshtim me fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në halal. E përsërismë. Në shtetin e kufrit, gjithë secila punë tjetër ajo shtetërore, e cila nuk bjen kundërshtim me fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është halal. Këtë rast, nëse në veprimtarinë e saj nuk ka diçka që e kundërshton librin e Allahut, e që e kundërshton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka asnjë problem, Allahu a'lam.